një stat të miratojnë dhe gëzim muqa nga mashtarë. Kënaqësi, ndjesitë e kësaj ngjarje të bukur. Pa alternativë nuk ka vlerë. E ku e shohim të më qartë se sot e rilindja? Turrën të rrejnet gënjen, 300.000 vende punësh, shëndetësi falas, legalizim falas, rend brenda 300 ditëve, asnjë alternativë, asnjë vlerë. Dhe kjo është arsyeja, sepse sot vlera nuk është parimi i kësaj qeverie. Kjo është arsyeja, sepse po vërshojnë kriminalët e po emëron në postë drejtuese. Sepse vlera nuk ka asnjë vlerë për këtë qeveri. Pa probleme dhe natyrisht presidentimi nuk i mundu sukses atyre që sot garoj, jo vetëm për prezardeve, po dhe për... Nuk kemi detyrë vetëm të mbrojmë vlerat e lirisë, demokracisë, drejtave të njerëzit. Si jemi thjesht gardian, ne jemi promotor të zhvillimit, përmes punës ndershme, përmes virtyteve më fisnike të njerëzit. Ne kemi detyrë të madhe të japim krah shpresës së dibranëve të gjithë shqiptarëve, të lirisë, të zhvillimit, të mirëqenies, të standardit evropian dhe të barazisë para ligjit për çdo shqiptar.